Ajo ishte dikur një nga mbështetësit më besnike të Donald Trumpit, po marrëdhënia mes tyre u përkeqësua muajt e fundit. Green e kritikoi Trumpin për çështje që lidhen me dosjet e Jeffrey Epstein, politikën e jashtme dhe kujdesin shëndetësor. Në përgjigje, Trump e quajti atë tradhtar të çmendur dhe premtoi se do të mbështeste një kundërshtar kundër saj në zgjedhjet e ardhshme. Për të shmangur, si ishte ajo, një primary të dhimbshëm dhe plot urrëtie, vendosa të largohem. Ai deklaroi se dita e fundit e saj në Kongres do të jetë 5 janari i vitit 2026. Një video 10 minutëshe, Green theksoi se besimet e saj nuk kanë ndryshuar, se nuk e bazon vlerën e saj të askujt përveç Zotit. Dorëheqja e saj shënon një çarje të rëndësishme brenda lëvizjes MAGA, pasi Green ishte një nga figurat më të përkushtuara ndaj Trumpit që nga fillimi i karrierës së saj politike. Trump ka ana tjetër e quajti dorëheqjen e saj një lajm të shkëlqyer për vendin.